Prandaj mësimi fetar në shkolla nuk është rrezik. Kemi ndërtu qendrën, xhamin më e madhe në shtetin e New Yorkut. Kur ju thirrri vatani, ju ishit aty. Shënjestër.net. Historia shqiptare nuk mund të shkruhet e plot pa marrëgatën shqiptare. Ashtu siç nuk mund të shkruhet e plot dhe si duhet dhe e drejt pa kontributin e dhënë të Bashkisë Islame dhe të Medreses Alaudin dhe në veçanti të kësaj sallë kaq të bukur, në veçanti gjatë vitit 89-99 për çlirimin e vendit. Të nderuar vëllezër, kur ju thirrri vatani, ju ishit aty. Kur ju thirrri feja, ju ishit aty. Dhatë kontributin juaj, jo vetëm material, por u flijuat edhe me shpirt. Ndaj ju faleminderit shumë. Nuk guxojmë ta shikojmë ma diasporën vetëm si monedhë. Diaspora është dije, është profesionalizëm, është përvojë. Ndaj, këto janë të mirë se ardhuar për kombin ton, brenda të gjitha trojve tonë etnike shqiptare. Pejgamberi a.s. në thot, nuk ka falendruar Zotin ai që nuk falenderon njerëzit. Ndaj, unë juve, në emër Bashkisë Islame të Kosovës dëshiroj t'ju them vetëm një fjalë. Faleminderit. Islamofobia në Kosovë veçanti, besoj që është më e madhe sot në krejt botën. Dhe këtë nuk dua të shkoj më tutje, se s'është koha këtu për të folur më. Ama duhet ta dinë edhe islamofobët se këtu e kanë një mur që dhe një fortesë që është e pamundur me çfarë do mjeti që të dëpërtojnë për te, ato e kanë stop, nuk mund të ecin më tutje. Austriakët janë krenar pse ka mësim fetar, sepse e dinë përmes mësimit fetar pra promovohen vlerat. Unë jam i vetmi musliman si mësimdhënës në disa shkolla në Austri dhe të gjithë kolegët e mi haptas deklarohen se jemi krenar që të kemi këtu. Prandaj mësimi fetar në shkolla nuk është rrezik, por është një domosdoshmëri e veçanërisht në kohën e modernitetit, globalizimit, digitalizimit, drogave e dukurive tjera negative të cilat tashmë mund të gjën çdo kund. Ne mundohemi, shumë xhami kanë filluar të aplikojnë mësimin e gjuhës shqipe jashtë mësimit fetar, sepse deri tash ka qenë brenda mësimit fetar, tash jashtë mësimit fetar disa xhami kanë angazhuar mësues vetëm që ta ruajmë gjuhën, sepse ata të rinjët të cilët do të shkollohen atje nëse kthehen këtu pa gjuhë shqipe do të jenë jo kuadra të dëshiruara, kështu që ne synojmë që kuadrat e reja të njohin gjuhën dhe inshallah të kthehen me projekte dhe ide të cilat i kanë parë atje që të realizojnë në vendlindje, sepse ne nuk do të kthehemi këtu për të jetuar, por shpresa është që gjeneratat e reja të kthehen si investitor. Me ndihmën e Zotit dhe me kontributin e komunitetit tonë në New York, kemi ndërtu qendrën, xhamin më e madhe në shtetin e New Yorkut. Kemi ndërtu shkollën shqipe e vetme në diasporë, që është e njohur për shtetit të New Yorkut. Universiteti i New Yorkut, NYU në i liron e i nënshkruan diplomat tona. 3 qëllime ka pas dhe kemi në atë qendër, në atë shkollë. Të rujmë rinjën tanë. Dyta, kemi parasysh që të ruhet tradita e kombit tonë. Qëllimi i tretë është të kujtojmë popullatës sonë, po dhe nga vim, se ne jemi bijtë tuaj. Kudo që të shkojmë, zemra në rah për Kosovën, për popullin shqiptar. Shënjestër.net